A e dini se 10 fakte psikologjike që duhet I dini janë? E keni pyetur ndonjëherë vetëm pse ne njerëzit sillemi ndryshe apo edhe kemi disa veçori të personalitetit? Ne jemi ende duke u përpjekur të kuptojmë pse ndonjëherë sillemi ashtu siç sillemi. Dhe psikologjia ka sjellë një hap më afër të kuptuarit të mendjes njerëzore. Mjafton të themi kjo temë na ka magjepsur prej kohësh, atë sa jemi më të pajisur sot për të marrë me çështjet e shëndetit mendor, sesa kemi qenë disa dekada më parë. Psikologjia është një lëndë e gjerë dhe ndërsa ne nuk mund të mësojmë të gjitha brenda një dite, ne do t'ju lëm me disa fakte interesante këto. 97% e njerëzve shkruajnë emrin e tyre sapo ta marrin në dorë një stilolaps të ri. Një person që qesh edhe me forët më të lodhta, me gjasë është shumë I vetmuar në jetën e tij. Shkrimi I mendimeve negative në letër menjëherë ndikon në përmirësimin e gjendjes emocionale. Psikologjia thotë se përshtypja e parë arrihet vetëm pas 7 sekondave. Një person mund të mbajë mend vetëm 3 deri në 4 gjëra për një herë. Është e mundshme që të vdesni nga zemra e thyer. Kjo njihet në mjeksi me emrin stress cardiomyopathy. Njerëzit me shkrem të keq janë më kreativ. Nga syri I djedh dalin lotët e gëzimit, ndërsa nga imajtja ata të pikëllimit. Nuk mund ta gënjesh personin që e ke simpati. Mënyra se si prindërit flasin me fëmijët e tyre bëhet zeri I brendshëm I fëmijës. Këto ishin 10 fakte psikologjike. Faleminderit që na ndoqët, like dhe subscribe për më shumë